Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ba'd. Nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë dashur vëllezër sot me një temë e cila është vazhdimsi e temës së javës së kaluar. Pra jemi duke folur që disa ligjërata për ekuilibrin e personalitetit besimtarit, balanceshin, balancimin që do të më pas parasysh besimtarin në jetën e tij dhe atë në të gjitha segmentet e jetës. Sot do të flasim për ekuilibrin e besimtarit ose personalitetit e besimtarit në çështjet e lejuara ose el-mubahat. Sepse dashur besimtari ka rregulla se çysh duhet me shfrytzuar edhe gjërat e lejuara. Dhe ka disa dispozita dhe kam përmend dietarët disa rregulla të rëndësishme që do të më pas parasysh që mos me qenë për atyre as që i kalon kufit në gjërat lejuara, por dhe për atyre të cilat i lëmon disa obligime që ai duhet me kry. Çështja e parë dashur të besimtarë është ekuilibri në shpenzime. Dhe në këtë pikë dashur vëllezër, ajeti bazë është fjala e Allahut, por është ajeti që Allahu subhanahu wa taala thotë: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Dhe ata pra i lavdon, dhe ata të cilët kur shpenzojnë as nuk e tepërojnë dhe as nuk e shtrëngojnë dorën tepër. Wa kana bayna dhalika qawama. Dhe ata janë të matur mes këtyre dyjave. Sepse dashur vëllezër, edhe pse është e lejuar, por edhe pse në halal, Allahu po na udhëzon që mos me tepru, mos me shpenzu pa nevojë. Madje mos me shpenzu në gjëra të cilat nuk kanë ndonjë dobi ndoshta. Ju pesheni tash jemi në fund vitit dhe sa shpenzimi bëhet gjëra që të pa kuptimta, që dy javë ka nisë me kërsit këtu në rreth, bëme, ditën e natën, që me pyet çka është kjo, pra shpenzim i kot. Shpenzim i kot, po edhe në gjëra të tjera. Allahu po na udhëzon të dashur vëllezër besimtar, që kur shpenzojnë as mos me tepru, por as mos me lënë mungo. Qoftë edhe për gjëra të familje, personale, e kështu me radhë, ose mi dhon përparësi disa gjëra dashur vëllezër që nuk i Allahu s'ju ka dhënë përparësi. Dikush ndoshta për një çështje të caktuar skurse, po lën ndoshta diçka që është më e rëndësishme. Në këto që është më e rëndësishme ndoshta nuk shpenzon ose nuk është i kujdesshëm. Omer radiallahu ta'ala anhu dashur vëllezër, subhanallah, e ka taku një person i cili ishtara lahmen, ka ble mish, interesant. Ka ble një mish që i ka ronë huj. Edhe Omeri po i thot pak si çuditur, as sa herë të bie huj për diçka ti me njëherë shkon ja shkon hujnë vete që shtojnë, pa nuk është këtë cilësi e mire besimtarit. Sa gjonat mundën me i ronë huje, ka njëherë me pas qef, fëmije, bashortje, mirë po janë ndoshta, janë të kushtueshme. Ka njëherë kam ndëgju dashur vëllezër që për një drejt dikush shkon në Shqipëri ndoshta. Kemë hëngur një peshk, janë 100 kilometra me shku e 100 më këthy. Pra, është e lejuar, nuk po them që është e ndaluar. Por Zoti bëhet mos e teproni. Mos e teproni. Dhe as mos e lëni mungo. Jo dashur vëllezër, çdo herë besimtari çka ti vjen huje, çka ti hohet, çka ti pijet, çka ti vishet, ose çka të kërkojnë tash në kohën e sotit, fëmijët ndoshta nuk janë më çish kanë qenë më herët. Për
çdo ditë ndoshta ata kanë kërkesa. Po shohin në internet, po shohin blema këto, dhe nuk din më nal. Andaj do me pas një farë karari dashur vëllezër të shpenzimeve bazuar në këtë ajet. As mos me tepru dhe jo çdo gjë çka kërkohet kanë qef, jo gjitha qefet me i plëcu, por as mos me lon, pro keq mos me lon, as mos me lon me hik, as mos me lon me lakmu, as jo ato nuk po them as zajetis po thë, por një farë mesatari, një farë besimtari, po tash vëllezër është mesatar në gjitha gjamat. Edhe në këtë punën e jetës së tij. Edhe ushqimin, edhe jetën, e bën një jetë mesatare. As nuk je keq, po edhe nuk i shkon krejt pasuria ti, ose shpenzimi ti në luksen, qefen, nejen, drekën, dorka, sepse kur e shte shlapsi në fund, shpenzim e ke pas halal, nësë po them që është ndaluar, por ndoshta me çato shpenzime ose çato mjete kishe mujt me bo diçka për veten tonë që tu kish gjinë edhe pas vdekjes, po dhe kishe bo hajër shumë ndoshta në këtë botë. Andaj do të me qenë besimtari me balancu dashur vëllezër gjërat pra edhe në shpenzime, dhe ky ajet është rregull i art. Mos me tepru, por edhe mos me shtrëngu dorën shumë. Dikush me të vërtetë është tahmaqar. Edhe për familjen e tij, edhe për bashortën e tij, edhe për prindët e tij, edhe për fëmijët e tij. Tahmaqar. Kur ndoshta me keset e shtëpia shkon. Ashtu i duket që po harxhon. Ai është sadak. Edhe me ble gjona që ndoshta nuk janë prej atyre që janë nevojshme 100%, po ka nevojë kanë njeriu pra, edhe me fëmijët e tij, edhe me familjen e tij, me dale, me shetite, me knaqe, me plotsu qefin e dëshirat, është pjesë e rëndësishme e familjes. Është pjesë shumë e rëndësishme. Mirë po, gjithherë me mos. Në përpushime, në kohë caktuara, pra me pas në kontroll të dashur vëllezër, sepse është me rëndësi kjo. Dy dashur vëllezër, rregulla e dytë ose pjesa e dytë është ekuilibri në ushqim. Edhe këtu subhanallahu për rregullave të arta kuranore është fjala Allahu subhanahu wa taala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Rregull. Hani dhe peni, por mos e teprani. Subhanallah. Në kohë ky popull ka hek. Wallahi ka hek. Dhe dim qysh kanë qenë, po flas mos të madhe, se ka pas dhe atër familje që kanë pas kushte. Mirë, po masa dërmuese popullit deri pas luftës kanë pas kushte të vështira. Kurse tash ka kogja shumë israf të dashur vëllezër. Ka kogja shumë israf. Pra bëhen shpenzime të mëdha. Pi marrim iftaret, që do duhet me qenë shembull për mirë. Iftaret tona, për shembull, në shumicën e iftareve që i hajmë në për restorante, ndoshta më shumë mbetet ushqim në pijacë sa që kemi hangër. Shumicën e rasteve, më shumë mbetet ato, s'u han. Porosit kombinime, porosit omelcine, porosit supe, porosit sallate, porosit ato e këto, kur quhet kulu washrabu wala tusrifu, rregull e art. Hani, pini dhe mos e teprani. Pra mos shpenzoni pa nevojë. Sepse çdo shpenzim, është vëllezër i kohët ose i pa nevojshëm, ke humb një mundësi me çato të holla, për shembull, me bë diçka më mirë. Po është Allahu azza wa jalla në tjetër ajet kuranor, dhe ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Edhe kjo është një rregull që besimtarit i tregon, oje që keni besuar, hani prej të mirave që ju kemi furnizuar. Min tayyibat, pra hani gjërat të dobishme subhanallahu. Tash keni tjetër rregull.
Ka shumë gjëra të lejuara, por ato të lejuara disa prej tyre po janë të dëmshme. A nuk po e shohim sot, a nuk jemi sot dëshmitar se një pjesë ose njëri prej faktorëve që po ndikon në disa sëmundje të shumë njerëz është edhe ushqimi jo i mirë, ose ushqimi me gjëra të dëmshme. Andaj këshilla e parë që ja jep mjeku shumë prej njerëzve që vujnë prej sëmundjeve të ndryshme, thotë mos e hakto, mos e pe këto, këtë halal janë. Në parim këtë halal janë. Por me gjithë ato të dëmshme. Mi ka ndalu mjeku, së fanë Allah, ku e ka unë derisat? Ku e ka unë derisat se kënë dëgju Zotin tanë në Koran që ka thonë. O ju që keni besu, o ju besimtar, hani prej ushqimeve të mira që ju kemi furnizu. Është një fjallë, subhanallah, ato që njeri nuk i ka shti durt, ato ushqime janë, thuaj se, pa problem. Halirisht, që ka dolin prej fruta, bim, por kur po përpunohen pastaj prej njeriut, për përfitime, pastaj po ndodhin të lashe. Ajeti parë, hani, pene, mos e të prane. Mos e të prane. Mos e të prane. Omejde radhiyallahu ta'ala, do shtë ka thonë një fjallë të meshme, shumë, këtë fjallë të Omejdet janë fjallë të meshme, ma dje, ka thonë, sikur kishte profet mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte me qenë Omeri. Për shkak urtësisë që ka pas dhe fjalëve të mëdha që i ka thonë. Disa herë ka zbrit shpallje Kur'an, ka zbrit në përputhje me mendimin e Omerit në disa çështje. Çashtu Allahu azza wa jalla ka thonë. Andaj ka thonë, na jena popull, na në ummetun, na jena popull ummet që nuk hajna pa qenë umt. S'hajde qashtu, hajde po hajmë edhe njerë, 2 herë, 3 herë. Aje umt, jo, jes jam veç o shkoja drejkës, për shamë. Qështu po ato Omeri? As jem ato, Zotin na përmesoft, na drejtoft. Por Omeri po na jemi ummet që nuk hajna pa na rrok uria. Dhe kur të hajna pastaj nuk e teprojna. S'ngopum, s'ndodh mu ngop, s'pa mu i musu që tash. Edhe qajnë tani e pina për sërati, në kratë djatë janë shmojt, sepse së mundet me livri se është e ka ngarkue shumë. Subhanallah. Jena largë udhëzimeve të këtyne atë të Koranit edhe të Sunetit pa dhe të shokëve ti. Umet që hajna pa pas nevoj, për edhe kur të hajna, pra kur kem nevoj, hajna me mas, nuk e të projna, kurse në këtë kontest bukur ka thonë për vejtë të shëndëzër një hadith që është jashtëzakonisht një rregull e artë, edhe mjekësore, edhe fizike, edhe ku dush për tare. Ka thonë, subhanallah, në gjenimi të shëndëzër, ka thonë nuk ka enë që besimtari e mush ma dëmshme se sa borku i ti. S'ka diçka që besimtari e mush vëm se sa borku i ti. Subhanallah hadith, e artë. Ka thonë mirë po, nëse veç po dënë me hongër, veç e ke bonet me hongër mirë, për apë ka kalëzu qysh. Ka thonë, thullu thunë li taami, një treta për ushqim, një treta për uj, atëherë ka të regu sajrën se shumë është uj, dhe një treta për frimarje, me lanë më rëveti mundësi me hece, me levize, mu quë, mu fale, se tani s'ka mundësi mu quë, mu fale, po gjumi me njerë të rëtëllën, sepse është nga rëku, do shumë dhe zërë lukëti, edhe ke bloku, s'mundet më sirë, rang, edhe do të me shku një po analizat, ose me animu me nej paracet, ose me nej diçka tjetër se nështë paracet i s'krim punis, si do që do shumë lëzër,
Subhanallah, për besimtari është do me pas një baraz pesh, dhe duhet me qenë shembull të dashur të zër në këtë çështje. Me hongër me mos me të pru, me hongër gjëra të dobishme. S'po flasim halal e haram, atë s'po flasim se nuk jenë shprehja ja me përdor halalin, por edhe prej halalit me përdor gjonat e dobishme. Mos me e tepru, mos dhe gjithmonë me lënë me nda qysh ka mësu profeti sa mësupona ka thonë për nësëram bashkëzër i mjaftojnë birit Ademit, qështo është lukejnë matë, i mjaftojnë birit Ademit disa kafshat. Disa kafshat i mjaftojnë, e këni po një iftar të ashtë në Ramazan. Veçanti në teknet është tradita e bënd vetën. Por kush ka pos mundësi me shku me numre në Ramazan, në Medinë ose Mekë, zakonisht në të dy xhamit e shajta iftari bëhet mrena xhami po flas, me hurme, 7 hurme, 5 hurme, një copë buk, edhe një jogurt. Edhe s'nin më falë akşamën e falë jacine dhe knaqë është të falë. Mjafton birit Ademit, pak i mjafton shumë për me, ose i duhet shumë pak për me jetu. Rregulli i tretë dashur vëllezër është poshtë ekuilibri në veshje. Islami dashur vëllezër nuk e ka ndalu veshjen e mirë. Se ka ndalu, por ka të regu se vesha e mirë nuk është që e bën besimtarin më të mirë se sa ai që sekond është ta veshën e mirë. Andaj ka thonë profeti sallam, subhanallahu hadith interesant, rubbe esh'athin medfu'un bil abwab لو أقسم على الله لا bar. Ka thonë ndoshta ka mundësi një person me pomje më zvet. Prej pomje se jashme i pakrehun, i teshat e vjetra, ka thonë, por nëse i kërkon diçka Allahut, Allahu ja pranon. Ka po kësi persona që qash janë devotshëm dhe burrat mirë, që ndoshta thot njerëz me të fuën bil abwab, nuk e ndërrua këtë shprehje, në pomje nuk të mushin sy, madje thot me të fuën bil abwab, edhe njerëz të lagojnë, ke. Ke po disa që si të ngrot, disa zyre që lënë as me hi. Thu jatina mëzdet herë se jenë në zonë, për shembull. Stan mas ofër me rumir, po që këj person për nga devotshmëria më thët, të Allahu ka pozit lartë. A unë të dashur vëllezër, Islami ka dëshirë që personi që i ka kushtet mju duk. Ka unë një person të bejë selam me rroba, thot kam shku të bejë selam me rroba të këqija. Rroba të këqija. Dhe i ka thonë pejgamberi selam, as kjeti, qysh i ki kushtet, ka thonë vallai bëll mirë i kam. Të në të mirat Allahu mi ka thonë. Tha çfarë molli ki? Tha kam deve, kam lop, kam dele, ja ka përmen pasurit madhe ka pas. Atëherë thot Allahu ka dëshirë ku robit ti i jep të mira mi apo. Mi apo. Prandaj që i ka renet nuk është në rregull si pas fes me shku ose kurse me kone far miskini, por mos me të pru. Nuk është kriteri do shëllëzër i besimit as i devotshmëris, as i burnis rroba. Si ka renet, por ai që i ka renet, i ka hi edhe më vesh mirë, edhe me pas vetur të mirë, edhe me pas shtëpi të mirë, pa e të pru çdo herë. Edhe me përdor parfum të mirë, po është pjesë e fesë. Kështu
Kështu po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu ka dëshirë që nëse një robi i ka dhonë të mira, me i pa shenjat aty në të mirave në trupin e tij, në fëmijët e tij, në familjen e tij e kështu me radhë. Ka disa persona që milioner vdes, edhe të mirët e tij kur s'ka mujt me i shiu. I ka palu. Për kur për unë e shkret? Vesh shote, vesh e fmite. Pra da shëllëzër është një rregull dhe rëndësishme edhe në ekuilibrin në vesh. Ai që i ka rëndet mos me shku gjithqysh. Me shku pedant, por duke mos me kalune mendje madhësi ose në disa rroba që janë të ndaluara. Për shembull, njëra prej rrobave që është ndaluar më vesh, është besimtari me vesh një rrobë që në mesin e vendit ti nuk përdoret dhe e përdor për mu dallu. E vesh për mu dallu, me thonë gjëre kë, duel kë. Subhanallah. Në njëherë kjo më ka ndodhur mu personalisht. Në gjatë studimeve në Medinë kemi pas na beke mu taku me haxhilerë që veshin edhe kanë qenë për momentet më të mira të jetës sonë studentore, koha e haxhit kur veshin haxhilerë. Për i Kosovë na beke një periudhë me nejt me ta, me bisedu me ta, me shku bashkë në xhami e kështu me radhë. Ka qenë një haxhi miri, ka qenë në mosh dhe ka qenë biznesmen. Edhe po bëhet haxhi kjo është koxha një varë. Tash elhamdulillah ka qenë zoti e mbo shumë, por pak para do vite ka qenë koxha të rrallë kanë qenë, se zakonisht kur kam shku në studime, haxhit kanë qenë 60, 70, 80, në krah, ka 2 vete kopsh për krash, pak ka pas 3, pak ka pas si kanë qenë, sepse është po haxhisi, kur s'ke që ka me bo, ketë pak para se me dekë, si do qoftë, kjo kishë ardhë dhe më thëtë hoxhin ndërruar, a ka mundësi në ma zetë një kapuq, që se ka kërkosh në Prishtinë. Subhanallah, thasha, që se zdia ka këto as ka. Po da shëtë zër, do të me pas kujdes. Besimtari çdo herë është i balancuar, po edhe në vesh, ai që i ka senet, i ka hi edhe më vesh bukur, edhe me pas kushtet pra në shtëpi, sepse i ka alhamdulillah. Edhe nuk është e pëlqyer, sipas ti hadithi që me hec me rroba që nuk janë me statusin e tij. Edhe ka të hec me thonë dikush ndaltin e më i pak se kjo pas ka marrë. Nuk është e kërkuar këto shumë. Është sikurse që do të më pas kujdes pra mos me kalu në mendje madhësi. Pra me vesh rroba që e paraqesin ato si mendje madhe. Dhe këto do shlozer është një rast interesant i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kur ka në kohën e tij kur është shliru Kutsi dhe kanë shku ushtarët e Omerit dhe kanë shliru, kanë marrë musliman dorë Kutsin, ata udhëhecat e Kutsit krishter kanë thonë ne nuk i japim qersat e Kutsit përveç se udhëhecit ju, ai do të më marrë këtu, më ja dërzu në dorë. Edhe Omeri në rregull është. Që shokon që ashtu po nisët të me shku, Omeri, trim, luftëtar, ibadetxhi, dordhëns, dhe si ka kushtu shumë rëndësi rrobave, dhe rrobat me harna, dhe për i thot dikush sa t'ja Amirul Mu'minin, ai që i shorë për e ati, të ata kogja rinë gati krevate se teshat katëllëkut e kanë qef, dhe të më ka thonë një fjallë interesant të me i dashë në zërë të Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Ne jena popull që Allahu na ka ngrit me Islam, ju me këto sanë tjera. Dhe soher që dojna mu ngrit me diçka tjetër, përveç me këtë din, Allahu ka më na poshtru prapë. Pra të dashur vëllezër, vlera nuk është në vesh,
është e mirë, është e rëndësishme, po nuk është vlera në rroba. Se për ashtu në Kosovarët ja këshmi mujtë këgja shumë shtete të Evropës ndoshta. Kemi po njerë disa lider që ka vinë të Evropës, janë ma thjesht se sa këta bosat tonë. Në të shëllëzër, kjo është një rregull dhe rëndësishme, pra që asë mos me tepru dhe asë mos me lanë si pas mundësie, pra qysh i ka besimtari. Rregulla e radhë, do shëllëzër dhe fundit dhe shumë e rëndësishme, është ekuilibri në mes të gjërave që Zoti lehtësimeve dhe gjërave serioze. Ka një të shëllëzër besimtarit, ose i ka bo Allah zërë disa lehtësime. Dhe besimtarit duhet me qeni balancuar, që në kohën kur më mirë është me praktiku lehtësimin me praktiku, mos me shtrëngu ato ku Allahu e ka lehtësu, dhe mos me e lehtësu ato ku Allahu e ka shtrëngu. Është një hadith, ka thonë për Ejda Selam, Allahu ka dëshirë që robi me respektu lehtësimet e ti, sikur se që ka dëshirë që ai me respektu që është jetë kur janë serioze. Andaj do shëllëzër, kur njeriu për shembull është në disa situata, që Zoti i ka bo disa lehtësime, është mirë me apliku që ato lehtësime. Dhe mos më paraqit se unë jam musliman i devotshëm. Pikrisht pse je musliman i devotshëm, në çdo raste duhet me apliku, është mirë me apliku, se nuk është obligative, po është mirë me apliku udhëzimet, respektivisht lehtësimet që Allah subhanahu wa taala i ka lehtësu. Ka do të shohësh një hadith që transmeton Buhariu, thotë se një herë profeti alayhi salatu wasalam bëri një veprim që përdori diçka prej lehtësimeve të Allahut, por dikush mesin e popullit nuk e mor atë lehtësim. Ata kur ndëgjoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thirrje shokët e tij, dhe ju tha, unë jam më i mëshëm se ju, dhe më i devotshëm se ju. E kush mendon më bë më i mëshëm se profeti sallallahu alaihi wasallam dhe më i devotshëm se profeti sallallahu alaihi wasallam, ai ka te kalu profet. Është në rrugë, është udhëtar, është duke udhëtu për zonë me aeroplan, me autobus, Zoti ka lehtësu udhëtarit për shembull çështën e namazit, atëherë është prej sunetit me dashur këtë rast me apliku lehtësimin se sa me marrë ato që është me vështirë dhe pastaj ndoshta me radhën pozita të vështira. Dhe kjo është për një rregull vëllazër e rëndësishme që besimtari me apliku lehtësimet ku Zoti ka lehtësu dhe me praktiku fen qysh është ku Zoti ka kërku dhe mos me dalë që shtojnë të na në fjalë, mos me dalë për të mashallah. Sepse që kanë thonë dietarët, Ibn Hajeri rahmetullahi alayh thot innal khayra fil ittiba. Krejt hajri është në pasim. Krejt hajri është në pasim, po në pasim të këna të profetit alayhi salatu wasalam. Që tu na ka lehtësu, edhe na kena me lehtësu. Që të ka thonë mos e veproni, edhe na s'kelam. Që të ka thonë fale që shtu, e kështu më radhë. Kjo është mënyra më mirë të shëllëzër dhe fetaria pa dyshime me e mirë. Këto kënë disa rregulla të ekuilibrit të besimtarit në çështje të lejuara, e që besoj se na duan secilit në jetën tonë të përditshme. Allahu azza wa jalla ju nderoft e shpërblet, Allahu na bëj vërtet besimtar mesatar, që praktikojnë fenë sipas udhëzimit të Allahut dhe profetit të tij, dhe kështu do shëllëzër besimtar, shpërblehet besimtari pastaj edhe për jetën e tij
edhe për veprimet e tij të përditshme, punën e tij, sjelljen e tij kështu me radhë, përderisa i bën konform udhëzimet e profetit dhe menjet e mirë, ai çdo herë shpërblet inshallah taala. Zoti na ruaj. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shihni tjetrin.